Nuk i shkon as pak. Projekti i ri muzikor i Parashjevi Simakut shpërthen në kritika. Këngëtarja Parashjevi Simaku ka vendosur të rikthehet në skenën e muzikës shqiptare pas shumë viteve mungesë. Projekti i saj i ri u paralajmërua prej kohësh nga biznesmeni Eltoni Liriani, i cili e ka mbështetur artisten në këtë rikthim. Së fundmi Simaku ka publikuar një pjesë të këngës së re, por pritja nga publiku nuk ka qenë ajo që pritej. Në rrjetet sociale komentet kanë qenë të shumta, por kryesisht negative. Shumë ndjekës shprehen të zhgënjur, duke theksuar se prisnim një rikthim më dinjitoz për një artiste të kalibrit të saj. Nuk ka fjalë, është një moshë që nuk i shkon kështu. O, jam gabim, shkruan një komentues. Dikush tjetër e cilëson projektin si të papërshtatshëm për imazhin e saj. E papërshtatshme për emrin tënd, e moshën tënde. Më vjen vërtet keq që s'ke forcën të vendosësh vetë për veten, ndërsa një tjetër ndjekës e krahason me artistin Eltoni Liriani duke thënë: ka filluar të bëj sjellje si Eltoni. Ka edhe nga ata që ndihen të zhgënjur nga drejtimi artistik i këngës. Edhe këngët duhet i përshtaten moshës dhe të ngrejnë nivelin profesional të këngëtarit, jo ta ulin. Parashjevi Simaku ka kaluar një jetë të vështirë, duke jetuar për vite të tëra si e pastre në New York. Rikthimi i saj erdhi pas një periudhe të vështirë, ku ajo u ribashkua me djalin dhe ish bashkëshortin e saj dhe ju nënshtrua një terapie për shëndetin mendor. Megjithatë, mes kritikave, ka edhe nga ata që e mbështesin rikthimin e saj, duke vlerësuar forcën dhe guximin për t'u rikthyer në muzikë pas kaq shumë vitesh mungesë. Disa komentues shprehen se ajo meriton një shans të dytë dhe e inkurajojnë të vijojë me pasionin e saj për muzikën.